artist jemi, kështu që po i s'ka si gjë më tepër, domethënë secili ka gjërat super qarta, që kanë bërë këto pralla me mret. Shiko, këtu gjërat egzagjerojnë. Egzagjerojnë pra drejt që hëngër se sen. Puna është ne jemi të mbyllur. Jemi të izoluar dhe këtë thashe do unë që jemi të izoluar dhe nga izolimi që sidomos për ty për shkak që nuk ke një marrëdhënie jashtë dhe domethënë e kuptoj nga ana njerëzore që ti izolohesh tu brenda dhe duke qenë se nuk ke një njeri që ti mendon për të jashtë, këtu një gjë e vogël të duket shumë më e madhe. Shiko, është edhe një gjë që i liri edhe më ka mbështetur, kupton, domethënë edhe ajo pjesa e gjetjes lingotës, domethënë gjesti që bëri, jo për atë, po unë e kam vlerësuar pa mas. Sepse ai, sido që tjetë, ka qëndruar me ditë të tëra aty në diell, duke u strapacu me gjetë lingota dhe kur unë qohem në mëngjes, hap sytë dhe jem thot hajde këtu, kupton se ke një surprizë. Dhe ai ishte ngritur shumë herë, domethënë ai është lodhur për atë, është gjesti, kupton, nuk ka të bëjë fare as me lingotën, as me finalen, as me parat, domethënë për mua janë zero ato dhe gjesti. Unë ka bërë që atë ta respektoj shumë herë më tepër. A mi ka qu nervat më mrapa, mi ka qu nervat, po kur domethënë vjen në peshore aty që ka bërë. Që shumë person, domethënë po mbas atë jashtë këto gjestet e të dyja palëve, siç duke këtu gjestet e vogla, se ne vazhdojmë jetën në përditshmëri, rregullo mikrofonin. Jashtë merret një gjest dhe 3 fishohet, 4 fishohet, 5 fishohet, hapen në portale, hapen TikTok. E kupton, domethënë dhe nga një gjest i vogël që ne e kemi harruar, mund të bëhet një gjest shumë i madh që mund të ndikojë për te fermës tu brenda. Më kupton? Dhe prandaj duhet me pas kujdes. E ç'a duhet me bë ai më u tregu, ku di unë. Shiko, se ç'a duhet me bë ai e di vet. Unë kam thënë se ç'a duhet me bë ai. Unë po flas me ty tani. Unë po them, po them që ai, domethënë si mashkull, si gentleman, duke di që unë nuk jam tipi që rri me gërmua etj. Po ai thotë që unë s'kam ç'a bëj se mua vinë edhe më flasin kështu. Si? Domethënë ai thotë nuk s'kam ç'a bëj se tani edhe të largohem fare, nuk mund të largohem me gjithë njerëzit tu. Po pikërisht. Dhe nga ana tjetër thotë unë s'kam ç'a bëj se mua vetë më vinë. E kupton? Okej. Gjithsesi, ta thash edhe një herë, ajo është çështja e vlerësimit që Dhe unë po të them që unë e di shumë mirë dhe e kuptoj, por jashtë nuk duket si vlerësim, duket si më shumë. Dhe duke qenë se jemi këtu brenda dhe është java e fundit, një javë gjysvarja, me që u hap kjo temë, po të them këtë gjën pas e ti, këtë gjën ose hedh të pleret, po jo me patjetër, domethënë nëse është marrë kështu patjetër që do ketë një lloj distancimi. Do ketë një lloj distancimi. Edhe s'po i flas më, ç'a të them? S'po i flas më, po i them mëngjes me mbroma dhe kaq. Ama ai është person që është shumë i kujdesshëm edhe e din që për shembull unë nuk para ha nga shumë njerëz këtu që mund gatuajnë, edhe e din domethënë që ta bëj këtë se ka për ta, domethënë dhe janë gjeste që unë i vlerësoj, kujdesin. E kuptoj pra, pikërisht. Jo po ta them që është shumë i kujdesshëm, edhe normalisht unë e vlerësoj se është tamam gjenta, nuk është egoist flas, duket sikur është egoist, duket sikur është shumë ngacmues ashtu, po në të vërtetë ai është shumë herë më i dashur dhe altruist se shumë të tjerë. Si person.
Dhe unë këtë e kam vlerësuar jashtë mase dhe prandaj unë i kam qëndruar akoma dhe më afër. Për këtë se vërtet është shumë i kujdesshëm. Për këtë, po nëse është pastaj për të marrë distancë, është shumë patjetër, po i marrë distancë. Të shive vetë pastaj. Unë them thjesht mendimin tim. Pa i që thot? Po, flita gos. Po se tani nuk jam në gjendje unë ta flas, se tani them drejtën jam e mërzitur. Jam shumë e mërzitur. Pse e mërzitur? Po se ka ndo interpretohet shumë keq, unë s'kam qef fare. Edhe tash nuk du me fol fare. Ti është du ta di çat ka thënë ty edhe pastaj ta shoh nëse duhet ta flas apo jo. Unë ka thënë s'kam qa bëj. Unë mundohem, po më vin vetë. Okej. Atër rregull. Rregull. Unë si shkry, unë e kam thënë. Prit. Unë e ka shumë qartë, unë kujtë nga marrë pas si shkoj. As kujtë. Am pytet që qa thon? Jo, Do dalë se do ta marrësh vesh, nuk është se është sekret. E ka shumë qartë. Se jam unë tipi që të vinë nga mrapa. Kur? Vdes, qa ke? Kjo e hirit në sy, atë më dogji. Jo, s'ka që se iku. Po më dogji se sa e kisha ndesë, ka më fut brënda fare. Mos ja diskuto fare. S'po më pëlqen, si mua bet. Zhas nuk du me diskuto. Unë përdej nuk doja ta hapja, sepse po ta kisha hapur unë dhe ishte Se teme nuk është prajmit. fair me thënë këtë gjë. Dhe ishte teme prajmit dje. Dhe vetëm se unë nuk kam folur, nuk ka qenë teme prajmit dje. Dhe në mënyrën time jam munduar që Se nuk është fair, Mos ta vazhdoj. nuk është fair me nejt me majt mu të rinj, gjatë gjithë kohës dhe si shato e kuptu se qa ka. Në qofë se pas ka qenë kjo që s'ka qa bën, ashtu pa diskutim. Unë jam tip që i respektoj jashtë mase hapësirat e njerëzve. Edhe kur kërkujt nuk i shkojnë nga mrapa, gjallë në botë. Që na pas ka diskutu si kur s'ka qa bën ai, po qa është ky budallik? Unë jam Unë personisht... s'ka kam thënë s'ka qa bënaj. Ha? Unë nuk e kam thënë s'ka qa bënaj. Jo, që ka thënë ai pra. Po. Të që ka thënë e ka thënë? Se është, e duhet me e kuptu, dhe njëherë që unë, edhe kur e shifja kështu që ishte kështu si distancum, thjesht e kam pyet qash, okej, se normalisht si ne rrim bashkë flasim, ham, pim, pastaj kur është me nerva, s'po i flas më suddenly, s'po i flas më. Jo, do e pyes ç'a ke? Mos ka ndonjë gjë, a mos ke dhimbje koka, a mos je pa qefa, ashtu sikur e kam bërë me të tërë. Dhe pastaj kur është që tjetër, s'ka qef me folë, ashtu, patjetër që edhe unë iki, por kam të drejtën ta di. Ç'a ke? Se dhe kjo nuk është me të ardhë nga mrapa. E di, po, unë, prandaj, shiko, të thënë të drejtën, unë nuk kam dashur që, pavarësisht se kam bërë ngacmimet e mia që e bëj me gjithë, se e kam bërë enkas për ty apo për atë,
Unë nuk kam dashur që të ndërhyj dhe këtë gjë ja kam thënë me stil atij, sepse për mendimin tim si Sara, mendoj që ai është dashme e bë gjithë të bisedën që po bëjmë ne tani bashkë, për sa kohë ka një informacion për këtë gjë. Më kupton? Ai është dashme u distancu, ai duhet i bëj këto gjëra, nuk. Do me thënë në pas ka informacione për këtë gjë. Po ta kam thënë pra, ta kam thënë që ja kam thënë në një mënyrë të caktuar. Si jam munduar të ta them ty në ditët më përpara. Po ti puna është e tinga që bën nga këto ngacmimet, e kështu dhe unë s'ta marr për kapital kur i ashtu ja kam thënë dhe ati. Njësoj ja kam është thënë. tjetër gjë se ju jeni një të ndonë, flisni shumë më tepër, jeni shumë më të lidhur, komunikoni shumë herë, ti komunikon 10 fish më shumë me atë se sa me mu. Dhe normalisht ai ta din. Është si me ma thonë mu dikush tjetër që jam shumë afër, dhe aty ta ke kap. Po këtë bisedë është dashme e bë ai jo unë, kupton? Si më takon mua. Po është okej, s'ka që të lërës, mos asho. Tallit me blirë. S'guxo robi me qenë i lirshëm me... Unë jam tip shumë i gëzushëm, okej, jam i qik, ndoshta që kam qef me dhuru afeksion, me marrë afeksion, po kjo s'do me thënë me bë pralla me mret. Jam tip ashtu. Nëse të bënd të ndjesh më mirë, mos ta flasësh, mos e flit. Jo, nuk flasë, stufa flasë. Po nuk e pse e mërzit veten tani se ajo që iku. Po tash u mërzita, do më kaloj. Po nuk më pëlqen, ajo fjali nuk më pëlqen. Po ç'a them unë? Se nuk është ashtu. Se jam unë, unë femër e papara, e palakmuar nga të tjerët, që shqyr Zotit, që ra një dhe për i shkojnë nga mrapa. No! S'është ashtu. Kam vlerësu, ta thash, për 1, 2, 3 gjëra dhe normalisht që unë me sa më shumë njerëz këtu të kem marrëdhënie shumë të mira, mbështetje tjerë, aq është shumë mirë, unë konfliktet i urrej. Dhe shqyr Zotit që edhe u afruan për të pasur bisedime, interaction me njëri tjetrin, se neve rrinim gjithmonë distancum nga njëri tjetri si me pas frikë. Po mbase e ke ndjerë vetëm ti kështu. Kush? Po them. Këtë që rrinim të distancuar enkas. Jo enkas. Dhe me thënë, si ma pas frikë. Jo, do rrinim, nuk ka shu, se tash duhet me najt me menu çdo fjalë. Thjesht kemi pastaj me kalimin e kohës, në një ambient kaq të mbyllur, një marrëdhënie dhe do zhvillohet. Dashje për dashje do afrohesh. Sa muhabet kot jaman. Nëse faleminderit shumë që ma the. Edhe... Thjesht nuk doja të bëhet një
tem më Po, shumë. faleminderit shumë e vlerësoj. Se vetëm për këtë nuk ka shkuar mendja. Thjesht e kam menduar që do ishte too much që ti të kishe temën e asaj, që u bë edhe këtë Prime, edhe këtë temën të dyja në të njëjtin moment. Cilën temë? Temën e la. Po. Edhe kjo, sepse do ishin too much. Po. Dhe jam munduar që ta shmak si bisedë, sepse e di që këtu çdo bisedë që edhe kjo gjë që Po, e kuptoj shumë mirë. Po e di. Si ta E kuptoj shumë mirë këtë gjë. se një arsye kishte që e bëra bisedën të ndarë, që pastaj të bëj biseda këtu brenda, më kupton? Po i këtë të Po. Futëm të lahem edhe të vishem. Thonë sa të pikë cigarën do bëj super dush. E zë unë e parë. Bëje.